Po, ekzistojnë premisa për ta lexuar si të tillë. Mendoj që 3 janë elementet bazike që ne na japin besueshmërinë edhe na kalojnë tek analiza optimizme e tramimit. E para njëherë, a do ta kapitalizojnë lëvizjen e tyre? Nëse e kapitalizojnë, cilat janë burimet njerëzore politike që janë siaset i heshtur brenda opozitarizmit, dhe këtu nuk kam parasysh vetëm figurat tradicionale të Partisë Demokratike, dhe e treta, që është një shpresë besoj edhe evidente, është sa ata e marrin atë që mund të konsiderohet memorandumin e besueshmërisë nga faktori ndërkombëtar, dhe pa këtë aleancë aq potenciale dhe ndikuese në realitetin politik shqiptar, historia e post-komunizmit ka treguar që nuk mund të vijë në pushtet. Nëse këta paralelisht kryen veprimin dhe aksionin politik, duke mos të themi nënvlerësuar vektorin tjetër që është diplomacia partijake me faktorin ndërkombëtar, dhe nga ana tjetër përshpejtimi i goditjes rënuese në kuptimin politik të fjalës të shumicës në qeverisje, sepse janë ato premisa që ju i përmendet në pyetjen tuaj, të gjitha këto janë 3 elementet, mendoj unë, që mund na japin një panoramë të re dhe pse jo, na japin një skenar të ri në skenën tonë të brendshme politike. Sepse e thelloi idenë time, nëse është Berisha, që është nën grata pengesë e Partisë Demokratike për të qenë një forcë e qasur krejtësisht si nga amerikanët si nga britanikët, se janë 2 vendet që e kanë bërë nën grata, por dhe nga Bashkimi Evropian në heshtje. Dhe nëse kjo forcë e re që krijohet distancohet nga momenti politik i Berishës përballë ndërkombëtarëve, por jo nga legacia e tij, mendon që një qasje e frytshme dhe një mbështetje mirëfill, qoftë amerikanëve, qoftë britanikëve apo i Bashkimit Evropian, mundet që të thash ta ngrëri në nivelin e lojës këtë lëvizje të re, sepse dhe emrat janë të papërlyer. Zoti Ali Mehmeti është njëri i respektuar. Zoti Saliani pavarësisht gjithave bëri një vit burg për një kauzë Partisë Demokratike nga e cila PD-ja përfitoi në fund, pavarësisht se u dënua për dëshmi të rreme. Pra, dhe emrat të tjerë që kanë dalë të votuar nga baza demokrate. Pra, nëse evitohet Berisha, ka mundësi që të kenë një mbështetje të ndërkombëtarëve? Po, shiko, ne kemi vërejtur edhe në 2 turet e fundit zgjedhore, dhe në zgjedhjet e përgjithshme dhe në zgjedhjet vendore, se si faktori ndërkombëtar ka qenë anteportas për të tretën, apo për të rënë në skenën politike të vendit. Kësaj radhe unë besoj që mund të jetë interesimi edhe më i lartë, aq më tepër që ka të bëjë me një, le të themi, strukturë ekzistente, e cila është e përcaktuar edhe në pikpamjen politike, por më së shumti në atë që e quaj skelerin partijake. Është ndoshta edhe një nga arsyet pse gjatë kohës kur u rikthye zoti Berisha, struktura e partisë nuk është se ka njohur ndonjë ridimensionim dhe është kapitalizuar në kuptimin e energjisë politike për t'u ballafaquar në fushatën më të afërt politike. Një frymë e tillë, një organizim i tillë, pse jo edhe një strukturë e tillë, duke u bazuar te ky arketip, te kjo, le të themi, trashëgimi strukturore, mund ta ndryshojë situatën dhe të shkaktojë një moment të ri në politikën shqiptare. Kjo është lehtësisht e besueshme dhe është edhe e shpresueshme nga shumica e opinionit publik në Shqipëri. E kuptoj. Partia Demokratike ka bërë 2 foltore, si të duken? Unë nis me fjalën protest, pastaj tani në fakt nuk është protestë, është një foltore, do jetë çdo të hënë. Si të duket pjesëmarrja, entuziazmi, fryma, gjithçka? Mendoj që janë 2 foltore të papërqafshme nga aspekti krahasimtar, ndonse mund të kenë pika reminiscenciale për nga qëllimi i tyre. Ta bëjmë të thjesht qipa, se po na dëgjojnë njerëzit edhe se. Po, ka përsëritje se reminiscenca kjo është, ka përsëritje nga njëra foltore tek tjetra. Tek e dyta ne kemi pak ende të paplot imazhin se si mund të funksionojë. Për vetë arsyen sepse duke qenë në 2 të hëna në 2 javë të ndryshme, në të hënën e dytë ka pas një tendencë për të mundësuar qytetarët që të artikulohen. Por forca ligjërimore e tyre linte shumë për të dëshiruar dhe aq më tepër nga pikpamja e regjisë politike nuk është se ishte treguar ndonjë kujdes i posaçëm. Dhe foltorja e parë padyshim që kishte të bënte më së shumti me pozitën dhe trashëgiminë politike të kryetarit të partisë. Luaj fati ekzistencial i kryetarit historik të partisë. Me rithemelimin e me rimarrjen e partisë. Dhe kjo bën në funksion të një konteksti të ri politik problematik që pati vetë zoti Berisha. Sot ka një tendencë për ta rikthyer
atë që mungon, fryma e rikthimit të opozitës në energji kapitale dhe në aksion politik. Me kaj sa ka dhënë si provë dhe sa ka qenë si dëshmi, kemi parë vetëm elementet e një oportuniteti partijak, ka respektuar atë 2 orëshin ku është marrë. Leja nuk është masivizuar dhe është vjetre një, po e quajmë bojkot në leximin politik të qytetarëve. Kërkohet prej opozitës dhe kam parasysh tu pjalimin që mbajti më së fundi zoti Beli,